Mirëmbrëma, unë jam Ergita. Nëse do të kthehesha pas një viti më parë, nuk do të kisha pasur kur forcën të dilja para jush. Sepse atëherë nuk guxoja të dilja as para pasyrës së shtëpisë time. Jo nga emocionet, por nga pamundësia për të parë veten time. Para se të njehesha me fundjavë ndryshe, jeta ime ishte një betejë e heshtur. Çdo mëngjes zgjohesha me dhimbje. Skolioza nisi që në moshën 10 vjeçe. Shpina ime u deformuar, dhimbjet u shtuan vit pas viti, dhe ndërsa kaluan 5 vite të gjata, unë fillova të bindja veten se ndoshta kështu do të mbetesha përgjithmonë. E lodhur, e përkulur, e pa shpresë. Por ju erdhët si një dritë që më falni. Që nuk e kisha imagjinuar kurrë. Operacioni skoliozës nuk ishte një ndërhyrje mjekësore, ishte çasti kur unë rilinda. Ishte momenti kur pash veten sërish në pasqyrë dhe për herë të parë, pas shumë vitesh, nuk pash frikë, pash forcë. Sot jam një vajzë që eci me shpatulla drejt, me zemër plot, me një buzëqeshje që nuk fshihet më. Sot nuk kam më frikë nga dita e nesërme, dhe kjo është faljush. Ju ndoshta nuk e dini ç'vlerë keni tek unë, sepse për ju mund të jem vetëm një nga mira historitë që keni prekur, por për mua jeni njerëzit që më ndryshuat jetën, që i hoqet prindërve të mi një barr që u rëndonte shpinën çdo ditë, që më dha shpresën aty kur unë kisha humbur krejtësisht. Ju jeni dëshmia më e gjallë së humanizmit. Nuk është teori, humanizmi është vepër. Faleminderit Arbe Hajdari, faleminderit Fundjava Ndryshe.